Lutjet dhe thonjet më të ndjekura bashkëshortë. Na ndiqni, besoj se do ju pëlqej. Nuk do ju shkënjej. Si kur ta këshat ditë, ku kam qenë njëri harpun që ka burrin ndaj gruas, do shta si isha mërtuar, nga frika s'te mos hyj në hap. Qenit një heri që të buk, edhe kur nuk të haron, ndërsa njëri 100.000 të mira të ja bësh, edhe prap nuk ta di. Një njeri që se do nanën babën vëllajnë dhe motrën si të ullet në tavolin. Qohë prej ti. Një njeri që se do nanën babën vëllajnë dhe motrën si të ullet në tavolin. Qohë prej ti. O Allah, mos lirë as një nan me zemër të thyer dhe me lot në sy, jepu dhe fali e vlat të hajrit. Ti e dhuruesi pa kufi, ndërsa nënat që kanë e vlat, rujua dhe falua ato. Nuk e di, a e kini vërit dhe ju, që jetë më duket e pa kuptimt, që i kom plezeti. S'ka më dashurit të vërtet, as brenda familjes, vetëm interesi kam betë. Motra ime, ka ise pekun, dhe qëfar ti doj shpirti, veç s'kam qëfar të boj kur të largohet. Ta janë fjalët e një djali për motrën e ti. Allah i shtoft këta dim. O ti që bën pa drejtësi, ki frik Allahun. O ti që ke thyrë zemën tjetrit, o ti që ke bërë dikë të qaj, si të zëgjumi, nuk mendon se Zoti të sheh, dhe mund të dënoj më shumë dhe më rënd se sa ti që i ke krijuar dhimbje. O Allah, zgjoj të lumtur ata që i zëgjumi të mërzitur, vetëm ti ai që i ke në dorë. O Allah, zgjoj të lumtur ata që pse mërzitesh? A e din që sa ta kish shëndetin dhe ta kish familjen mirë dhe në rrugë të Zotit? Valla i dije që i ke të gjitha dhe i më i pasuri në botë. O Allah, mos lirë as një nan me zemër të thyer dhe me lot në sy, jepu dhe fali e vlat të hajrit. Ti e dhuruesi pa kufi, ndërsa nënat që kanë e vlat, rujua dhe falua ato. Pasha Allahun, Zotin në madh të plot fuqishëm, të gjithë jemi të barabartë. Pse? Të gjithë do të vdesim një ditë, të gjithë do të shkojmë në varr. Nuk ja vlen të mërzitesh për këtë gjë.